cili është dallimi mes atij që e fal namazin edhe atij që nuk e fal namazin? A do me të tregush ka thënë pejgamberi sa? Po tjetër, fjala e pejgamberit është Muhamedi sa vul. ka thënë sallallahu. mes njeriut edhe mos besimit, kufrit, edhe shirkut, idhujtaris, është lënia e namazit. Subhanallah. Këto e kemi njeriun. Për me dalë në matan, tek jo besimtar, tek ata që janë idhujtar, që adhurojnë shumë zotra, mjafton që ta lënë namazin. Tash nga kjo piknisje, të kthehemi tash tek njeriu. Ti vetë cili është dallimi mes atij që fal namaz dhe që nuk fal namaz. Kjo është shumë një, se nëse i analizojmë ibadetet, është shumë një dallim shumë i madh. Nëse i analizojmë ibadetet, vetëm namazi është ajo që kërkohet prej neve në çdo situatë derisa të jemi të vetëdijshëm për drejtë. Atëherë kur nuk jemi të vetëdijshëm apo kemi haruar, Allahu nuk na dënon. Se nuk e qenë me vedije, e ke humbë vedijen, ose e ke haru, se ki fal namazin, Allah nuk të merr në llogari për këtë çështje. Dërsa ibadetet tjera, zakatin e jep nëse ke. Shkon në haxh nëse ke. Agjeron nëse je i shëndosh edhe nëse nuk je udhëtar. Do të thonë për krejt këto ka lehtësi, edhe për namazin për shembull. Kërkon ta falësh ose si na ka treguar Muhamedi sa. Nëse nuk mundesh me fal në këmbë, thot falu i ulur. Nëse nuk mundesh i ulur, edhe i shtrir me shenjë. Çka do të thonë? Pse për krejt këtyre, i vetmi ibadet që mbetet vazhdimisht obligim për neve, me format e lehtësuara që i përmendëm, është namazi. E tash, a është e mundshme që një besimtar, e si ka thënë la ilaha illallah, edhe i ka thënë, kur ta pyes se janë shartet e Islamit, thotë po, i di shartet e Islamit. Shahadeti, mas shahadeti çka është? Falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit, shkuarja në haxh për ata që kanë mundësi. Ti e thu këtë. Po, a ka mundësi që unë me të kuptu ti si një musliman shumë i mirë, kur namazin e lën, shtyllën kryesore e lën. Si kryesore e lën. Prandaj nuk du me hin tek ajo se çka është ai çka nuk fal namaz, është musliman, a nuk është musliman, se këto janë tema që kanë fol dietarët. Po unë du me i përkujtu edhe shikuesit, edhe dëgjuesit, këtë çka do ta shohin këtë. Të hutbja që kaloj, e kisha një hadith çka ka po pejgamberi sa në natën e Isras dhe Mirajit. Në natën e Isras dhe Mirajit ka po shumë skena tmerruse. Pejgamberi sa. Një prej tyre është skena ku një person është i shtritur në tokë, për tokë, edhe vjen dikush tjetër me një shkëmb, një gur shumë të madh, edhe ja copton kryen. Ja copton kryen. Pastaj ki guri kthehen, largohet e ki shkon e merr përse atë gurin, dhe sa të kthehet, fytyra i kthehet sikur se ka qenë normal, koka. E përsëri e godet. Thot Gjibrili kur e tregon atë, kjo është njeriu i cili ka disa rivajete hadithi. E para është njeriu që e ka mësuar Kur'anin, pastaj e ka refuzuar. Versioni i dytë thot, është personi i cili ka flejt në kohën kur është fal farz namaz. E versioni i tretë është njerëzit që e vonojnë namazin për shkak të disa angazhime që kanë. Unë vetëm du t'i tham edhe vetvetes se unë ne jemi mëkatar, nuk jemi me laqe. Angel. We're not angels, Çka dhe thonë? Nëse ky është dënimi për atë person i cili është i vonon namazet, po i vonon namazet, gjumin sabah, ose e arsyeton vetë ja isha në punë, kisha një punë, kisha një takim, e nuk e fa namazin në kohë. Si ka me qenë dënimi e tash ai atij që plotësisht e ka në namaz. Dënimi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, e posh natën e Isras dhe Mirajit, e posh një person me një shkëm gur të madh të imshu në krije edhe përsërit ke non-stop. Ajo përsërit ke do. E ky person është ai i cili e ka fal namazin, ama u ka vonu. E ka zonë jetë ka selon, do të thonë jetë ka selon, do të thonë tregohesh te përtac për namazin. Jo, i kujdesim, jo serioz. Për shembull, po.
ka ndeshje Interi si me Realin. Ta sosin du, as Interi. Ta sosin ndeshjen më se kena mu falë. Kësisoj. E kuptueshme deri këto. E tash. Ose dikush në dyqan, e pa tani mushteri pa ta. Po. E tash, ne kur e tregojmë këtë hadith, i cili është sahih padyshim, se më kon se kishte tregu hoxha Talha. Ka me pas komente, këshill çka besojnë këto arab, këto taliban, këto kanë me Natal, kanë me okej, Natalni, ama unë fjalës pejgamberit i bona amin. Për mu ju tallnu sa dush. Hadithin unë e konsideroj shenjtë, se ka thënë pejgamberi, unë e besoj këtë hadith. Edhe mundona mu përmisu duke dëgju këtë hadith. Me fal namazin vakt në xhami, me kon serios. A di pse sono? Se namazi krek put. Po. Është favorin tënd. Absolut. Për ty është, dobija jote është. Ti edhe mos e beso këtë hadith, edhe pse nuk guxon. Po. Po kushtimisht çdo gjë që të motivon që ta falësh namazin, ta përmirësosh namazin tënd. A është dikush që ta do të keq apo që ta do të mirë? Absolut, që do të mirë. Që do të mirë. Nëse unë të motivoj ti me përmirësuar, ti motivon mua me përmirësuar namazin tim, me kon më i përqendruar në namaz, me përulësi me këtë, kjo është në favorin tim, kjo është dobin tim. Prandaj ti mundesh edhe mos me besu këto hadithe, por nëse kupton se namazi ta mundson një jetë dinjitoze, ta mundson një jetë të lumtur, ta jep kuptim jetës tënde, atëherë që mundu me përmirësu këtë namaz. Sepse nëse shndrohet në rutinë në lëvizje mekanike, nuk do ta kesh këtë kënaqësi apo këtë përjetim të namazit. Nëse në anën e kundër, nëse ti e përmirëson namazin tënd, çdo sent ka të duk më e mirë dhe më e bukur dhe më e këndshme. Andaj këtë hadith me kep, me gurt madh në kokë, mos i thujni prall arabe. Ju lut për hir të Allahut. Kjo është seriozisht. Domethënë jeta nuk është hajgare. Këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se suna faqet ndërprej. Ne jetojmë në një kohë ku njerëzit flasin gjëra kotin. Pa lidhje fol, sikur të thënë në gazibavës. Fol budallakia, as nuk e mat fjalën, nuk e din çka ka thonë asha. Ti vetëm ndalo. Pse? Çka të motivoj që ti me refuzu këtë? Çka ke ti kundër arabëve? Çka të kanë bërë të keq arab? Që ti çat ose çka të ka bërë keq Islami e ka fisnikru këto zona. Po. Inshallah të rekomandoj që ta thosh ndonjë historian me fol për ato çfarë dobi ka pas kjo zonë Ballkani jo nga qytetërimi islam. Domethënë edhe aspektin e mjekësisë, edhe aspektin e higjienës, edhe aspektin e pastërtisë, të rregullimit shoqëror, rrugët, spitalet, hamamet publik. Mos ta përmendja të quajmë floskullën se Parizi s'ka pas asnjë banjo, ku për shembull në Sarajevo ka pas banjo publike ku njerëzit janë pastru. Ose janë lavdru që pallati mbretëror në Paris asnjë banjo s'ka. Asnjë banjo për mola, domethënë. Edhe ka qenë shenjë devotshmëri sa ma papastër me qenë. Kush këto higjiene, kush është në këtë rast barbare, në musliman që janë pastru 5 herë në ditë, e dëgjoj që një ditë një fat Tyson, DeGrasse Tyson, çka është astrofizicien, duke se është, me astronominë merret. E thoshte për abdesin, a di se musliman 5 herë në ditë ta i lajnë këmbët, kur marrin abdes. E tha, kjo është shkaku se tek ata këto kanë ndodhur po ndoshta epidemi në vende të ndryshme në botë, ndërsa tek muslimanët nuk është prapë sepse janë kujdesur për higjienën e tyre. Kjo është vetëm një përfitim të kësaj dhunja, mos flasim për ato përfitime të tjera shpirtërore. Përfitime të tjera, po. Subhanallahu. Allah e shpëlbej. Thotë, domethënë dallimi mes muslimanit edhe dallimi mes atij që fal dhe që nuk fal është sikur dallimi mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Po. U kri muhabeti. Domethënë është puna e rrezikshme, nuk është hajgare.